Bashkia e Vlorës po ndjek me shqetësim situatën nga qendri i rrugës në qytetin Bregdetar. Në një komunikim me gazetarët nga institucioni i bashkisë, kryebashkiakja Brunilda Mersini theksoi se ngjarja ku qeni Pitbull sulmoi vajzën 4 vjeçare ishte e rëndë. Në takimin me gazetarët, kryetaria e Bashkisë së Vlorës tha se duhen fonde për të menaxhuar të gjithë situatën, ndërsa theksoi se Bashkia e Vlorës nuk po qëndron indiferente, por po shikon për të përthithur projekte. Ndërsa theksoi se në zonën e Risilis, në bashkëpunim edhe me shoqata të ndryshme të interesuara, po shikohet mundësia për të ngritur një qendër të madhe ku të strehohen qenë të rrugës dhe po merret si model Bashkia e Tiranës dhe Shkodrës. Ndërkaq, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini mirëpriti pyetjen e televizionit 6+1 Vlora në lidhje me çështjen e qenëve të rrugës, trajtuar me shumë shqetësim gjatë ditëve të fundit nga televizioni ynë. Qenë të rrugës, një pyetje shumë e mirë, që më vjen mirë që ma bërë dhe këtë pyetje. Shiko, ne jemi marrë gjatë me qenë të rrugës, jetë për të larguar, dhe ne kemi kërkuar rreth landfillit toka, të cilat na ka penguar sepse është një zonë pa menaxhuar, në mënyrë që të kishim marrë një pronësi afër landfillit, sepse dhe landfilli do kërkoj pronësi të re për ta zgjeruar, të kishim marrë një sipërfaqe. Kemi gjetur një sipërfaqe në zonën e Risilis, e cila është një strukturë gati e ndërtuar, pra është një stallë përgatitur në strukturën e stallës, po është e përgatitur si strukturë, edhe me një sipërfaqe shumë të madhe hektar tokësh, dhe jemi duke kërkuar me shoqata të ndryshme që të bëjmë një partneritet me shoqatat e ndryshme. Pra ne të afrojmë nëpërmjet një ambientin për qenë, dhe shoqatat e ndryshme ose individët të ndryshëm kanë shprehur dëshirën, ka dhe individ që tonë nëpërmjet shoqatave ne do të fillojmë ta ngrem këtë punë. Unë ju bëj thirrje dhe juve, nëse do ketë shoqata dhe njerëz të cilët janë të interesuar të bashkojnë kësaj nisme që ne e kemi marrë, por do të ndaj koston. Pse ku jemi penguar, përveç sipërfaqes së tokës që ka qenë problem sepse ka pas zonë të menaxhuar, kemi marrë 3 projekte të ngjashme nga bashki të ndryshme, jemi referuar Shkodrës dhe Bashkisë së Tiranës. Struktura e Bashkisë së Shkodrës dhe Tiranës ka nxjerrë një kosto ditore sepse struktura ka kërkuar 26 punonjës, pra një numër të madh punonjësh, dhe kostova mujore, le të themi me lekë të vjetra, është 30 milion lekë të vjetra në muaj. Nëse do të mbanin këto, kuptohet gjithë shërbimi i kafshëve në këtë, kështu që ne jemi duke u marrë të gjejmë sipërfaqe, besoj që jemi duke finalizuar marrjen e kësaj sipërfaqe me qira dhe pastaj të kërkojmë një partneritet me një shoqat ose le të themi edhe një formë tjetër, pra të trajtojmë me këtë. Kemi marrë modelin e Bashkisë së Shkodrës dhe Tiranës, sepse janë bashki të cilat kanë bërë hapat e parë, edhe ata kanë vështirësitë e tyre, besoni që janë të vështira të gjitha situatat të cilat ndodhin. Gjithsesi ka ardhur momenti që të merremi, sepse ngjarja që ndodhi ishte një ngjarje, le të themi, në kufit e frikës, sepse fëmijët e vegjël janë kudo në zonën e lungëmarrës dhe shpesh nuk e njohin sjelljen e kafshëve, edhe kush edhe të rritur nuk e njohin sjelljen e kafshëve. Ka dhe pronar të cilët janë shumë të pakujdesshëm duke besuar te kafsha e vet, por dhe nuk i kontrollojnë, edhe këto janë bërë shpesh në burim, ashtu siç kemi edhe qenë të cilët janë braktisur edhe i shkojnë në rrugë të qytetit agresiv. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini tha gjithashtu se pritet të ketë një zgjidhje emergjente për situatën e qenëve të rrugës me një plan masash konkret, me qëllim që këto kafsh të mos bëhen problematike gjatë sezonit veror. Të Këshilli Bashkiak ne futemi marrim strukturën. Dhe me të marrë struktura jemi folur sot me një shoqatë e cila na ka ardhur nga Tirana, e kishim në ditë përpara takimin, dhe ata janë afruar në vullnetare që të ndihmojnë për kapjen e qenëve. Domethënë jemi duke bërë diçka, një plan masash dhe një plan pune në mënyrë që të arrijmë gjatë sezonit të amortizojmë sa më shumë probleme. Kryebashkiakja Brunilda Mersini theksoi se ligji ka parashikuar veprimet e veterinerëve specialist në sjelljet agresive të kafshëve, ndërsa tha se qenit Pitbull që sulmoi vajzën 4 vjeçare i është bërë eutanazia. Neni 70 i ligjit të mirëqenies së kafshëve në thjerrje dhe gjatë transportit tek neni 70 në pikën C për gjithë kafshët sjellje agresive, të cilave përbën një rrezik të qartë për jetën dhe shëndetin e njeriu dhe të kafshëve të tjera, futet në procedurat e eutanazisë. Ligji është i shprehur në gjithë situatat e kafshëve që janë rrezik, që janë të gjitha kafshët të cilat paraqesin një rrezik dhe një sjellje agresive dhe bëhen po edhe smundje të tjera. Rasti djeshëm të gjithë procedurat sipas ligjit është kryer sipas ligjit procedura. Është kryer eutanazia. Mersini theksoi se veprimet në këtë rast të veterinerëve të bashkisë
janë bërë në përputhje me ligjin. Po kështu pra ligji i ka parashikuar të gjitha situatët, edhe pika që kur sjellja agresive ti ka vënë një risk të lartë për fëmijën, kuptohet që qëndrimi veteriner është qëndrim profesionist. Pra, profesionistët marrin vendim për këtë rast. Kush të ka thënë Aulona? Vetëm Aulona nuk shmarr me këtë. Jo, po mund të jetë drejtoresha. Çdo thotë, edhe unë jam kryetaria, po s'merrem unë me qenin. Secili ka profilin e vet të punës. Në një situatë ku flitet për qenin, fliten veterinerët. Veterinerët janë njerëz profesionistë që kanë mbaruar shkollën dhe bëjnë vlerësim profesional. Gjatë komunikimit me gazetarët, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini u ndal edhe tek pastrimi i kanalit të ujrave të larta. Mersini theksoi se bllokimi i kanalit ishte në disa pjesë, por në veçanti në lagjen Kushtrimi pranë televizionit rajonal 6+1 Vlora, situata ishte edhe më problematike, ndaj u morën të gjitha masat për t'i bërë një pastrim rrënjësor këtij kanali dhe kolektorit kryesor të tij. Ju e dini që unë kam hapur kanalin kolektorit, ai nga 180, pallati i fundit ku 6+1 ka strukturën e vet, kishte mbushur me beton gjithë kanalin. Pra nëse gjatësia e kanalit ishte 180, thellësia e kanalit 180, ai kishte mbushur me beton dhe kishte vetëm 50 cm kanal. Dhe po kështu dhe në disa pjesë të tjera, praktikisht kemi qenë pa këtë funksionin e këtij kanali. E mbyllim këtë pjesën, pra lajmi mirë është që si javi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të finalizohet edhe ky projekt dhe mendoj që me këto elemente do të ulim shumë pjesën që do të kemi të rëndësishme shumë për menaxhimin e përmbytjeve.